Një recetë të veçantë dhe të shijshme kemi për sot. Do të na duhen rreth 700 gram mish i grirë viçi, një qep mesatar të cilën e kam grirë në rende, hudhra 3 deri në 4 thelpi, një lugë salcë kosi, krip, rigon, piper të kuq, piper të zi, edhe gjithashtu mente. Do t'i përzijem mirë të gjithë përbërësit. Tek tavolina punës do të shtrojmë një qese kuzhine. Dhe do të hedhim sipër në të masën që përgatitëm. Me ndihmën e qesës së kuzhinës do ta mbledhim mishin. Do vazhdojmë ta mbledhim duke e mbledhur duke e shtrënguar në mënyrë të tillë që mishi të qëndrojë i ngjeshur. Pasi e kemi mbledhur mirë, do ta vendosim në ngrirje. Unë e vendos për të gjithë natën, por nëse doni më shpejt mund ta vendosni për 6 deri në 7 orë. Rëndësi ka që mishi duhet të jetë i ngrirë plotësisht. Këtu është sapo ka dalë nga ngrirja, siç e shikoni, mishi është i ngrirë. Do fillojmë ta presim mishin sa më holl aq më mirë. Nëse ju ftofen duar, si në këtë rast siç mjaftohur mua, mund të merrni një letër kuzhine dhe mund ta vendosni tek pjesa e fundit e mishit. Do vazhdojmë ta presim në të njëjtën mënyrë me të gjithë pjesën e mbetur. Dhe më pas do të skuqim me vaj lule dielli. Do t'i rëndisim njëra pas tjetrës në tigan. Dhe pasi janë skuqur nga njëra anë, do t'i kthejmë nga ana tjetër. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjithë pjesën e mbetur të mishit. Dhe më pas e kemi gati për të shërbyer. Kjo është një recetë shumë e shijshme, në fakt fëmijët e mi e pëlqejnë shumë. Një përgatitje e thjeshtë e donerit të bërë vetë në shtëpi. Nuk ka nevojë t'i blini në dyqan, kur mund t'i përgatisni vetë. Do t'i servirim në pjatë. Sipër, për ta zbutur më shumë mishin, do t'i hedhim gjalp të shkrirë, i jep një aromë dhe një shije mjaft të mirë, dhe nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëf mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.